Kjo është një hipotezë gjermane e cila është hedhur për diskutim dhe sigurisht nuk mendoj që është qëllimi final për ta bërë vëzhgues, por Gjermania edhe për shkak të linjës së saj të ri armatimit dhe problemi kryesor i Gjermanisë, prandaj këtë vit konsiderohet viti italo-gjerman, janë burimet e energjisë të cilat do të jenë pavarura dhe Italia dhe Gjermania kanë të njëjtin problem, sepse nuk kanë përthamorën dhe kanë 70% të tregut të importuar. Gjermania ka hedhur këtë ide duke qenë vendi kryesor de facto i Bashkimit Evropian për testuar dhe për të marrë sinjale kryesisht nga Franca nëse është e gatshme që të bëjnë lëshime, pra po teston brenda vetë Bashkimit Evropian nëse mund të bëhen antarësime edhe për interesa politike apo gjeopolitike, që këtë rast mund të ishte rasti i Shqipërisë, i Malizit dhe pse jo, madje për mendimin tim për arsye të sigurisë më shumë rëndësi ka antarësimi i Moldavisë se sa i Shqipërisë dhe i Malizit. E vërtet. Dhe meqense jemi këtu edhe te gjeopolitika dhe tek politika jone e brendshme, si ke parë këtë përplasjen e ditëve të fundit me Edi Ramës edhe Sali Berishës, se ata për çfarë nuk përplasen edhe për Vladimir Putinin dhe Rusin. Vjen gjithçka nga i deklarata e Ramës në Estoni, kur i kërkoi Bashkimit Evropian sërish që duhet të dialogonte me Vladimir Putinin, por ai u drejtua me emrin Vladimirovicin dhe sot kishim dhe një shkrim shumë të gjatë të Berishës që e kundërshtonte deklaratën e Ramës se ne si Shqipëri që nga vitet 60 nuk kemi raporte me Moskën zyrtare, përmendte vizitat në këto 35 vite edhe të Ramës në Moskë kur ishte kreu i OSBE-s, në fakt duhet thënë si ministër në detyrën e ministrit të jashtëm, pra po zihen edhe për Rusin, edhe për Vladimir Putinin në këto ditë. Se kush është njeriu i Moskës në Tiranë? Në kuptimin e etikimit të komunikimit publik, ju jeni një gazetar shumë i hershëm dhe shumë profesional. Ju e dini shumë mirë që këto lloj diskutimi përdoren edhe për të dalë nga problematikat reale të brendshme ose për të justifikuar ndoshta ata shquetrat marrëveshje që po bëhen bashkë lidhje me rregullorën e parlamentit apo edhe për rezolutat. Ndërsa në kuptimin real gjeopolitik është shpesh në fëmijëri tregohet ajo Barsaleta ku mblidhen gjithë kafshët e pyllit dhe mes tyre diskutojnë mbretërit, Luani me të tjerë, por sigurisht edhe mit pastaj në preferi përpiqen të t'japin opinionin e tyre. Kështu që diskutimi i Berishës dhe i Ramës në raport me Putin është në këtë lloj versioni. Dhe ti ma përmendë atë që unë kisha pyetje në vijim, si të zhdukur në kuadër të një shernaje konflikti me protesta me Molotov, kur duan ata e gjejnë marrëveshjen, e gjetën me rezolutën për integrimin, i bën votat bashk, edhe një ditë përpara me 100 vota miratuan edhe rregulloren e re të parlamentit. Atë në fakt, fatkeqësisht jam i kënaqur sepse pothuajse vazhdimisht afirmohen analizat e mia dhe një ndër analizat e mia që kam thënë dhe vërtet them ka pak nga një vit që artikuloj është fakti që teatri politik është i pranueshëm sidomos këtë natyrshëm një republikë parlamentare. Pra do të ishte absurde për mos kishte teatr politik. Problemi i teatrit politik është kjo. Kur teatri është i shëmtuar dhe qytetarët kanë paguajtur një bilet dhe duhet të shikojnë një skenë që nuk ja vlen, pra taksa paguesit po paguajnë për diçka që nuk ja vlen, ose nëse teatri është cilësor, ka një skenë shumë të mirë dhe atëherë spektatorët mbeten të kënaqur për biletin që kanë paguar. Unë mendoj që fatkeqësisht teatri politik shqiptar është teatri i shëmtuar, një pjesë e konsiderueshme jona tashmë e parashikon edhe para se dal Berisha një konferencë për shtyp se çfarë do thotë, parashikon dhe Ramës se çfarë do thotë, pra do thotë që ato jo vetëm nuk kanë një hap para nesh që do të jenë lider, por janë totalisht të parashikueshëm nga ne, nuk sjellin më risi. Edhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Sfida më e madhe e dy partive kryesore e cila në fakt dal nga dal do ta artikulohet dhe me ndryshime kushtetuese që përsëri duan t'i bëjnë natën dhe pa referendum, pra ne jemi vetëm vend në Europë që ndryshon kushtetutën tonë pa referendum, pa marrë opinionin e qytetarëve, i vetmi referendum është bërë kur ka hyrë në fuqi kjo kushtetutë. Problemi kryesor i PS dhe i Partisë Demokratike
ose i Ramës edhe i Berishës është që ata po tentojnë që të ruajnë establishmentin dhe sinjali i parë për të establishmentin është rritje e pragut në 5%, praktikisht do ta bënte bipolare politikën shqiptare dhe do të zhdukte nga skena çdo lloj protagonizmi, çdo lloj partie tjetër të vogël, e cila në fakt një demokraci perëndimore ka të drejtë që dikush jetë i vogël, por të rritet dhe të ketë mundësi të kthehet në majorancë. Me këtë lloj pragu do të thotë i vogli mbetet i vogël dhe nuk jepet kurrë mundësia që të fillojë të ecë dhe të rritet. Pra i gjithë teatri politik të qëllim ka që truajnë status quo dhe duket si ka një marrëveshje të heshur dhe pa deklaruar që shpesh nuk arrit ta kuptojnë, por me sa duket deduksioni na çon në një përfundim të tillë, edhe pse ka kolegë të tjerë që e thonë në mënyrë eksplicite që tashmë marrëveshja është e tillë që Berisha dhe PD-ja mbeten protagonistët kryesorë të një opozite të përhershme dhe Edi Rama mbetet kryeministri dhe përfaqësuesi një majoranci të përhershme. Sepse po të ishim në një vend normal, në fakt pyetjen që u të bëra pak më përpara, një marrëveshje për DPS për rregulloren e parlamentit, edhe një marrëveshje për një rezolut për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, do të ishim pyetje që nuk do të ekzistonin, ashtu si nuk do të ekzistonte edhe analiza për këtë pyetje, por ne na bie në sy çdo detaj Vockel sepse ata kanë plane për të shkuar te ajo e madhja që ti thua, ndryshimet e kushtetutës. Ju nuk duhet më bënit pyetje për fakti se është bërë një rezolut, nëse opozita do kishte një rol institucional. Pra, nëse opozita nga mëngjesi dhe në darkë na thet në protesta dhe na e thotë në mënyrë eksplicite që unë nuk bashkoj votat me këtë majorancë në asnjë lloj rrethane, në asnjë lloj mundësie, që është gabim për ne tim. Pra, integrimi evropian është çështje kontare, strategjike, nuk është çështje e konsumimit politik, nuk është çështje pushteti, por vetë opozita na ka krijuar këtë bindje që nuk bashkëpunon dhe pastaj kur bashkëpunon ka dy gjëra. Ose nuk është koherente me atë që na thot, ose është ajo e para që analizuam që gjithçka e bën teatr për të rikonfirmuar vetën. Sigurisht që tani Partia Demokratike është me një proces sa të pranueshëm dhe absurd për rikonfirmimin e lidhjet saj edhe... Ja, do shkojmë pak më poshtë kjo. Por është një teatr dhe nuk vjen keq që akoma ka një përqindje të konsiderueshme të elektoratit që teatrin e tyre e marrin seriozisht dhe e kthejnë në llogore lufte qoftë brenda llojit apo edhe me kundërshtarin. Dhe erdhëm automatikisht tek ajo që po ndodh në Partinë Demokratike. Nesër nuk ka garë për të zgjedhur kreun e ri të Partisë Demokratike, e kanë etiketuar një referendum për të rikonfirmuar Sali Berishën, pasi nuk ka asnjë kandidat tjetër. Nëse do të ishte garë, këtu më ngel dhe mua pyetja. Tani, që të analizojmë me qetësi këtë gjë. Edhe referendumi ka garë, pra nuk është as referendum, sepse edhe në referendum ka dy pyetje, po apo jo. Kurse kur kemi një proces zgjedhor vetëm me një kandidat, joja nuk ekziston apo jo. Pra të thotë, ose duhet marrësh pjesë dhe duhet votosh Berishën, ose duhet ta bësh pavlefshme atë vot që nuk numërohet ose shkon fare në votim. Pra po flas për demokratët. Partia Demokratike po mundohet të kapet për xhamave të dritares ose për pasqyrën, e kanë shprehën italianët për të justifikuar procese që nuk ekzistojnë asnjë vend. Sot isha me një studio televiziv ku ishte një profesues, një antar i kryesisë i Partisë Demokratike, i cili po justifikonte që edhe Gjermania dhe Merkeli ka pasur proces zgjedhor vetëm me një kandidate. Tani, që të bëjmë një analizë fare të thjeshtë. Gjermania pas luftës botërore ka pasur sfida të mëdha, të cilat janë të ngjashme me Italinë për shkak të trashëgimisë diktatoriale. Pra ata kishin partinë nazi-fashiste të Hitlerit, Italia kishte fashiste dhe sfida më e madhe ishte që mos krijojnë një strukturë në të cilën ka një president, sepse presidenti është orientuar për nga autoritarizmi. Dhe kanë bërë modele mikse, të cilat prevalon më shumë forca e parlamentit se sa forca e individit. Dhe në të gjitha rastet, Merkeli ishte kandidatja më e fortë që ka pasur ndonjëherë SDU-ja. Nuk ka humbur asnjë zgjedhje dhe u largua vetë se kuptoi që s'ka më kohë për atë. Tani, në rastin e Partisë Demokratike kemi një person i cili
e ka ngritur personalitetin e tij mbi partinë. Në Gjermani nuk ndodh asnjëherë që lidit atë kaloj partinë. Ne kemi personifikim të tipik ballkanas në rastin e zotit Berisha. Pra, partia identifikohet me lidi dhe nuk identifikohet lidi me partinë. Dhe proceset e brendshme të zgjedhjes në Gjermani, debati i brendshëm është shumë i rëndësishëm, rryma e mendimeve të ndryshme është shumë e rëndësishme. Dhe ne shpesh themi që jo, por nuk ka problem sepse nuk prish punë që një parti mund sjellë si dojë. Prish shumë punë.